Otra, të nderuar vëllezër, të nderuar përfaqësues të gjithë partive politike, të nderuar këshilltar të ardhshëm të komunës së Tetovës, i nderuari kryetar i ardhshëm i Tetovës, zotri Bajram Rexhepi, i nderuari zotri Ahmeti, me sa e shoh kështu e kam përshtypjen sikur krejt fshati është mbledh këtu tash në këtë të vinë. Unë në Tetov fola pak për Bajramin, po këtu me sa e shoh nuk ka nevojë, sepse ju Bajramin e keni çdo ditë këtu. Une kam pas përvojë si kryetar komune, kryetari komunës së Gostivarit, e Bajrami drejtori një ndërmarrjes në nivel qendror, dhe kam përshtypje të jashtëzakonshme. Ka befasu me sjelljen e atij që ka qenë jo tipike, jo e natyrshme për drejtorët në nivel qendror. Prandaj e vlerësoj shumë dhe unë them që një kryetar komune duhet t'i plotësojë disa kushte. E para mbi të gjitha është modestia. Dhe Bajrami padyshim e ka atë. Sepse sot e kuptova se ai ka pas pozicione të larta në kryetari partisë, drejtori një prej ndërmarrjeve më të fuqishme në Republikën e Maqedonisë Veriut, dhe ai ende jeton me bashkëshatarët e tij në fshatin e vet ku ka lindur. Dhe kjo e tregon modestinë e tij. Kriteriumi i dytë për të qenë kryetari i mirë, sidomos i Tetovës, ku është kryeqendra e shqiptarëve, është ndershmëria. Mua nuk më ka ndodhur që të dëgjoj për Bajramin një fjalë të keq, edhe pse ka udhëhequr një ndërmarrje serioze publike, e thash në nivel qendror, mund se ndër 5-6-10 kompanit shtetërore më të fuqishme, dhe kërkush asnjë fjalë të keqe s'ka thënë. Dhe kjo është një dëshmi e fuqishme se Bajrami duhet ta udhëheqë edhe komunën e Tetovës sikur e ka udhëheqë në Magasi. Këto zgjedhje janë zgjedhje historike. S'dua më shumë se Bajrami, se e di se këtu në mënyrë plebiscitare ju dhe ta votoni gjithë padyshim. Dua të flas edhe në nivel qendror pak. U bëm bashk shumë parti shqiptare, shumica pyesin si mund tuleni bashk ju dhe zotri Ahmeti, sepse kemi qenë kundërshtar politik 10 vite dhe kjo është evidente. Momenti ishte shumë i rëndësishëm. Do me thënë, ndonjëherë, po çdo herë, shqiptarët duhet të jenë bashkë kur janë në momente kritike. Unë vitin e kaluar në zgjedhjet prezidenciale kam thënë që frika ime më e madhe është që mos na përsëritet 2008, kur Maqedonia duhet të zbashku me Shqipërinë dhe Kroacinë bëhet antare plot fuqishme e NATO-s. Ne nuk u bëm për inate edhe mes shqiptarëve, edhe mes makedonasve, dhe na duheshte edhe 10 vite që në vitin 2018 bëhemi antare plot fuqishme e NATO-s. 10 tash nuk na duhet që të na përsëritet ajo, që jo tash 2025, po 2035 bëhet. Nuk guxojmë këtë ta lejojmë. Nuk guxojmë sepse i shoh edhe ndërkombëtarët insistojnë që Maqedonia, Shqipëria dhe Malizi në të njëjtën kohë duhet bëhen antare plot fuqishme të Bashkimit Evropian. Ju do pyetni çfarë insiston aq për Bashkimin Evropian, nuk është e rëndësishme, shumë e rëndësishme është. Vetëm në atë mënyrë ne mundemi që të vinë investime këtu, ne mundemi që të sigurojmë një pjesë e mërgjimtarëve të kthejmë, nëse ka investime, ka fabrika. Ne nuk do flasim më për probleme ndëretnike, sepse imponimi i rregullave dhe ligjeve të Bashkimit Evropian neve do na detyrojnë që mos ketë marginalizim të shqiptarëve nëpër institucione. Dhe unë jam dëshmitari më i madh, sepse vetë isha pjesë e Vlenit. Isha deri 15 maj, dhe ditën kur vinte një përfaqësuese e lartë e Bashkimit Evropian, unë e kam dorëzuar dorëheqjen. Dhe mendoj se shqiptarët patjetër duhet të tregojnë dhe të dërgojnë porosinë deri te Maqedonasit, se mund të jemi vetëm partner të përbashkët me një qeveri, po asesi yzmeqar të palës Maqedonisë.
Ato që janë në vlen e din se unë e di se si funksionojnë. E di se plot prej atyre me zor rinë aty, sepse ka hallegji, unë i kuptoj. Mund mos ketë njerëz këtu, mund të ketë njerëz që mbarin për një kontrate, për një rroge, për një zori që i bëhen presionet ndryshme dhe durojnë. Por unë jam i sigurt se në 19 tetor do jetë fitore e fuqishme e koalicionit bashk, Aleancës Kombëtare, dhe plot prej atyre do të na bashkangjitin. Edhe duhet na bashkangjitin, sepse bashkimi, sepse Aleanca Kombëtare duhet rritet edhe më shumë, sepse pasi që kur do qoftë që të mbahen zgjedhjet e ardhshme parlamentare, duhet të ketë një lëvizje, apo mos e them, përsëri aleancë më e zgjeruar, e cila do të mundet të fitojë sa më shumë deputet dhe të përfaqësohet në mënyrë dinjitoze në qeveri. Ju falenderit për